Një vale fuqishme e motit të keq ka përfshirë rajonet e Egjeut në Greqi, duke shkaktuar përmbytje dhe dëme të mëdha në ishuj turistik Paros dhe Mykonos. Pamje dramatike të marra me dron nga Nausa, qyteza kryesore e ishullit Paros, tregojnë dëme të konsiderueshme në infrastrukturë me rrugë të mbuluara nga balta dhe inerte të sjella nga ujërat e shiut. Prej orëve të para të mëngjesit, ekipet e emergjencës dhe ekskavatorët e bashkisë kanë nisur pastrimin e rrugëve dhe rivendosjen e aksesit në port, ndërsa puna po vijon për të normalizuar situatën, sa më shpejt të jetë e mundur. Edhe ishulli Mykonos u godit rënd nga moti ekstrem me shërbimin meteorologjik kombëtar, që dërgoi një mesazh urgjence përmes sistemit 112, duke paralajmëruar banorët për fenomene të teskajshme dhe duke këshilluar kufizimin e lëvizjeve. Për shkak të përmbytjeve dhe dëmeve të shkaktuara Mykonos dhe Paros janë shpallur në gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa autoritetet kanë mbyllur shkollat dhe kanë pezulluar disa fluturime në aeroport për arsye sigurie. Stuhit e fuqishme dhe rreshjet e dendura pritet të vazhdojnë në disa ishujt e Egjeut lindor, si në periferin e Thesalisë e Via dhe në Kretën perëndimore dhe jugore. Ndërkohë një tornado ka shkaktuar dëme në ishullin e Rodosit duke rrëzuar pemë dhe duke bllokuar rrugë kryesore, ndërsa autoritetet kanë nisur regjistrimin e dëmeve. Për banorët dhe bizneset e prekur nga moti ekstrem, është hapur një platformë për deklarimin e dëmeve, ndërsa specialistët po kryejnë vlerësime për kompensimin e dëmeve materiale. Përmbytje dhe fenomene të tilla ekstreme janë bërë më të shpeshta vitet e fundit në Greqi dhe shkencëtarët i atribuojnë këto ngjarje motit ekstrem të shkaktuar nga ndryshimet klimatike përfshirë, ngrohjen e ujërave të deteve dhe oqeaneve si pasojë e rritjes globale të temperaturave.